Amerika dhe Izraeli janë shkaku kryesor i humbjes Orban. Pasi arma më e fortë që kishte Orban për fituar zgjedhjet ishte Amerika. Ka 2 muaj që Amerika është problemi numër 1 në botë. A kuptova logjikën. Pra, edhe kjo se çka po bën Trumpi, ja dha dhe është i kosto, domethënë. Mirë, çdo gjë. Për shembull, mua si Altin në vitin 2025, kisha më shumë njerëz që binin dakord me mua se sa çka në 2026. Më kupton logjikën. Për shkak të Trumpit dhe Izraelit, sepse njerëzit janë tifoz. Nuk duan me ditë për argumenta logjike të tjera. Dhe gjithë nuk kanë informacion, siç mendoj unë, siç them unë. Ata thonë ky është ai me Trumpin, kupton, dhe mbaron këtu loja. Edhe me Orban një të gjë është. Orbani ka humbur shumë prej Izraelit. Domethënë prej Amerikës. Ma kuptove logjikën. Pse? Sepse Izraeli shkanceri çdo gjë e mirë në këtë botë. E shkatron çdo gjë, çdo të mundshme. Dhe Orbani ishte i vetmi aktor politik i arsyeshëm në Europë. Ishte i vetmi. Kundër agjendës LGBTQ, kundër agjendave woke, kundër Bashkimit Evropian që është një qelbësillik i madh sovjetik në perceptimin e censurës, tash fitojnë këta që duan censurë etj. Dhe Orbani ishte një politikan që e bëri Hungarinë një vend të lullëzuar në 16 vjet, shkuptim të lullëzuar. Kur ti merr bilet avioni dhe bredh nëpër Europë, apo me tren apo me makinë, ti e ndjen përherë aromën e Hungarisë. Qytet i bardh, me njerëz të bardh, që do thotë me hungares. Qytet i krishterë me hungares. Ti nuk e ke Budapestin si Milanon, si Parisin, si Londrën. Shkotin Paris, Londër dhe Milano. Ti si më as në Itali, as në Francë, as në Angli. Ti je në një vend të çuditshëm, Kabul. Më kupton logjikën. Të shkosh në rrugët e Londrës në veritet, nuk je më në Londër. Të shkosh në rrugët e Parisit, nuk je më në Paris. Të shkosh në rrugët e Milanos, nuk je më në Milano. Shkon në Budapest, je në Budapest. Ai ka mbrojtur në ditët më të këqija, ai është hero. Ka mbrojtur Hungarinë në ditët më të këqija nga e keqja e emigracionit. Është qytet i pastër, i rregull, nuk ka kështu krim ordinar të emigrantëve, siç janë pushtuara vendet e tjera. Domethënë Orban në 16 vjet, në ditët më të këqija të Evropës, shpëtoi Hungarinë. Sepse ato kanë qenë ditët më të këqija. Këto 16 vjet. Atëherë filloi invazioni i Evropës, vitet 2000 deri tani. Më kuptoj logjikën. Po ta kapësh kur e mori Orbani pushtetin, ju kundërvu dhe i përzuri dhe që gjeti. Dhe shkollat e Hungarisë edukojnë patriotizëm, identitet kombëtar. Politika e Hungarisë ka qenë që mos vunte nga energjia siç kishin këto tjerët. Më kuptoj logjikën. Dhe Hungaria është vendi i arsyeshëm në Europë. Mbi të gjitha e nisi duke treguar qartë me George Soros, që e përzuri. Dhe por tani çfarë pritet të ndodhi tani pasaj? Kush është kryetari i ri i Hungarisë, ministri i ri? Ky është një person i cili u zgjodh me shumë inteligjencë nga liberalët e Europës. Pse u zgjodh me shumë inteligjencë? Unë kam lexuar një artikull të Sorosit, ose më saktë të klyshëve të Sorosit, në mediat e tyre projekt sindikat para 2 vjetësh, 3 vjetësh, 4 vjetësh, më fal, pas pandemisë. Në aty thuaj që sa po kishin bërë zgjedhjet, po, 2022. Para sa po ishin bërë zgjedhjet. Ne kemi humbur me Orbanin, nuk mbrohemi do duke ashar Orbanin që po vjedh zgjedhjet. Ne duhet ta kuptojmë që duhet ndryshojmë opozitën. S'të kemi që bëjmë opozitës. Atëherë duhet bëjmë një opozitë e cila të ketë figura të reja, të ketë figura të pëlqyeshme dhe të vjedhin programit elektoral të Orbanit disa çështje. Ne nuk e dim çfarë do bëjë kjo qeveria e re, po dim një gjë. Atë që ka bërë Orbani Hungarisë 16 vjet, është shumë vështirë ta zhbësh. E di që do të çosh homoseksualët në për shkolla, transseksualët në për shkolla, hungarezëve sot e përzejnë prindit me shkelma. E kuptove logjikën. Nuk është më si në Gjermani. Nuk është si në Francë, më kupton logjikën. Ose në Angli.